Shumica për juveve që keni pas se sa shumë është hedh sprej atë ditë në mbi aktivistët e lëvizjes vetëvendosje. Lirisht mujë me thonë që policia e Kosovës ka hedh sprej sikur me qenë duke hedh ujë e jo një lëndë të rrezikshme dhe dëmshme siç është spreji. Si rezultat i kësaj, unë personalisht kom pas një reakcion alergjik edhe ngulfatje e cila ka zgjatë diku për 10 minuta, pra është fjala brenda stacionit policisë. Por një gjendje e tillë absolutisht nuk ka qenë pengesë për policët e njësitit special, cilët sapo më kam fut në sallën e konferencave në stacionin policor të Kosovës këtu në qendër, kam filluar të më godasin kryesisht me grushta. Gjatë gjithë kohës unë i kom pas sytë, gjatë shumicës kohës i kom pas sytë mbyll për shkak që, siç ju thash më herët, reaksionit ndaj si rezultati i gazit. Por në ato pak momente kur kom rri me i hap sytë, unë vazhdimisht e kom pas Salihun me fytyrën plot gjak dhe në ngoditje të vazhdueshme të policëve të njësitit special, dhe siç e tha Xhelali, nga të gjitha anët, pra nuk kanë qenë thjesht goditje një polic duke e goditur, po kanë qenë 5 deri në 10 polic të mbledhur rreth Salihut, i cili ishte i shtrirë në tokë, duke e goditur me shelma, me grushta e kështu me radhë. E vlen theksohet që në sallë gjatë gjithë këtij intervenimi në sallë ka qenë edhe një grua rreth moshës 40 vjeçare, civile, ndërkombëtare, cilën nuk kemi mri me identifiku dhe cila vazhdimisht ka kërkuar nga ne që të qetësohemi dhe duke na thonë që jeni të shkaktu probleme. Na kemi qenë me dur lidh gjatë gjithë kohës dhe edhe po donim nuk do të mund të shkaktonim probleme në një gjendje të tillë. Policët kanë përdor sharje shumë të rënda përveç gjitha këtyne rrahjeve, duke na quajtur njerëz sërbis, duke na thonë që ky vend nuk është i juaj dhe as ju nuk jeni të këtij vendi, duke na shoh pastaj edhe në nivel personal. Dhe gjatë gjithë këtij intervenimi, normalisht që gjendja jon, sidomos e Salihut dhe imja, është rëndu tepër, po as ky fakt nuk duke se bënte shumë përshtypje në stacionin e policisë, për shkak se ndihma e parë u vënu dikun rreth gjysmë ore, ndërsa neve na kanë dërguar në emergjencë tek pas 40 minuta, me gjithë faktin që gjendja ishte jashtëzakonisht e rëndë. Pastaj në emergjencë kemi pas trajtim mjekësor, deri diku korrekt, për cilin dhe për detaj për cilin do të flas ndoshta më shumë edhe Saliu dhe për krejt këto.